Jemi në sulm hibrid, ministri italian lufta Rusisë ndaj perëndimit ka nisur. Ministri italian i mbrojtjes Guido Crosetto konsideron se shtimi i sulmeve hibride nga Rusia tregon se lufta ka nisur me pasoja potencialisht katastrofike. Në një dokument prej 125 faqesh, Crosetto dënoi inercinë e shteteve europiane dhe të NATO-s përballë agresionit në rritje të Moskës. Lufta hibride po shënjestron infrastrukturën kritike, qendrat e vendimarrjes, shërbime thelbësore dhe strukturën e secilit vend me rreziqe të përditshme dhe në rritje të dëmeve katastrofike, shkroi ai në raport ku insiston se jemi në sulm dhe koha për të vepruar është tani. Është absurde dhe pa qëndrueshme që perëndimi po bën kaq pak për të reaguar ndaj sulmeve ruse, nënvizoi ai, teksa shpjegon se mjetet për reagim nuk mungojnë, por pengohen nga proceset e brendshme demokratike dhe vendimarrja e ngadalt dhe e bazuar në konsensus e BE-s dhe NATO-s. Frekuenca e sulmeve hibride po rritet, ndërsa Kremlini Vladimir Putinit përdorimin e integruar të mjeteve ushtarake dhe jo ushtarake për të destabilizuar konkurrentët e tij, për të gërryer kohezionin e tyre të brendshëm dhe për të ndikuar në vullnetin e tyre politik, mendon ministri. Polonia e cilësoi si sabotim shpërthimin e një linje të saj hekurudhore dielën dhe fajsoi për ngjarjen 2 ukrainas që punonin për Rusinë. Crosetto propozoi krimin e një qendre europiane për kundërshtimin e luftës hibride, një forcë kibernetike me 1500 trupa si dhe personel ushtarak të specializuar në inteligjencën artificiale, mbrojtjen e zinxhirëve të furnizimit dhe ekspert të dezinformimit.